të cilët duhet t'i hap dosjet dhe t'i tregon se kush janë ata bashkëpunëtor, sepse një lloj të tillë bashkëpunimi mund ta kenë ata të cilët punojnë sot në Shqipëri dhe në Kosovë, në bashkëpunim përbashkët për interesat të shërbimeve sekrete serbe. Zoti Makolli, çfarë vakumi lë tek siguria fakti që qeveria e Kosovës ende nuk është formuar, nuk kemi konstituimin e kuvendit, 18, 17, 18 seanca kanë dështuar, por edhe të qeverisë së re që duket se edhe maj do mbyllet kështu, për qershorin s'dim, por skenaret që mund shkojë deri në vjesht. Sa rrezikon në aspektin e sigurisë kjo hapësirë? Vakumi institucional në Republikën e Kosovës shkakton probleme edhe tjera politike, por edhe gjeostrategjike. Ndërsa problemeve për shkak të sigurisë nuk kem, për shkak se kem njerëz profesional, si në polici edhe në OKI edhe në organet tjera të sigurisë, por sidoqoftë është një vakum i cili nuk është i mirë për Republikën e Kosovës, nuk është i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për ekonominë, socio-ekonominë, për shkak se ne kemi sot inflacion maksimal në Republikën e Kosovës. Po ashtu kemi ngritjen e çmimit në 16% të rrymës elektrike, që është në 16%, por në rast që kalohet ajo 800 megawata, sa është kilovat, më falni që kalohet, më pastaj hyp dikon 32%, që unë mendoj që nuk është dashur të ndodhë, edhe i bëj thirrje po ashtu qeverisë, të cilët është në detyrë të merr hapa nga më të ndryshme që të parandalon zërrejin për të parandalon që të fakturohen qytetarët të Republikës Kosovës këtë 16%, për shkak se qytetarët kanë ndëruar shumë dhe mendoj që është ardhur koha dhe është ardhur kulmi në çdo gjaje që të ndalohen inflacionet e ndryshme të parregullta, se realisht ne në kohën e kaluar kemi parë se si është qeverisur, kemi rregull se si është vjedhur kuleta e qytetarit, sepse kuleta portofoli i shtetit është portofoli i qytetarëve të Republikës Kosovës. Mos të arsyetohemi më as nga kjo qeveri që është në detyrë dhe mos të arsyetohen edhe ata që do të vinë të ardhmen, kush do të jetë kryeministri do të shohim, që ata kanë vjedhur dhe ne po punojmë, e tash nuk po mund të realizojmë ato se kemi pengesat që ata kanë vjedhur. Kemi rregull është kjo punë, nëse kanë vjedhur në ngritën pa di, në të shkojnë para prokurorisë, në të ngritën pjesë tjera të aksioneve të cilët kanë ata ose pasuritë e tyre në ngrihen dhe deri në zhvillimin e procedurave gjyqësore të mos lejohet të kenë pozita ndërqeveritare ose qeveritare dhe të bllokohen, por jo të thonë ata kanë vjedhur dhe ne sot nuk po mujmë për shkak se ata kanë vjedhur. Stop kësaj propagande, i them publikisht, stop, sepse nëse kanë vjedhur ata, atëherë ju lutem, oni pa di çon në organet e gjyqësisë dhe të shikojmë kush ka vjedhur. Tek e fundit nëse nuk dëshironi të çoni në organet e gjyqësisë,